të nderuar kolegë, qytetarë që në ndiqni, e ndoqja me shumë interes fjalën e kolegut Xhafaj dhe në fakt më bëri shumë përshtypje mu duk një fjalim i vitit 2013 dhe zoti Xhafaj po të kishit folur a shumë 2013 edhe mund t'ju besonim, po sot fjala e ka humbur vlerën e saj. Kushtetuta dhe integrimi europian nuk janë fjalë në erë, nuk janë as propagandë ditës, po janë çështje reale të cilat në çdo vendim duhet jenë frymë dhe duhet udhëzojnë edhe parlamentin edhe deputetët. 3 gjëra, zoti Xhafaj, që tregojnë se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre viteve për të mos ju dhënë të drejtë fjalëve tuaja. E para, në të gjithë të parlament, me sa mbaj mendun, ju shkëlqeni me fjalimin tuaj në momentin kur u ngrit një akuzë ndaj Erion Veliajt. Nuk e prisja kurrë që një ish prokuror që kishte marrë dhe përsipër reformën në drejtësi dhe i kishte vënë ballin kësaj reforme të dilte këtu në këto foltore dhe të akuzonte për një arrestim vetëm pse ishte mik. Pse nuk ndoqët njëjtin standard dhe në rastet e tjera? Hera e dytë ka qenë kur ju ngritët një komision të posaçëm, zoti Xhafa. Një komision të posaçëm i cili donte të merrte përsipër përgjegjësinë që këto institucione të raportonin tek ju. O vjen këtu ke mua dhe raporton këtu ke mua ose nuk raportohet fare në parlament. Një komision që i kushtoi qytetarëve 500.000 euro. Dhe çfarë prodhoi? Zero, absolutisht asgjë. Dhe hera e tretë ka qenë në momentin kur ju ngritët kartonin dhe morët një vendim pikërisht për ato që thatë këtu. Një vendim për të kaluar nga prokurori përgjithshëm në SPAK hetimet për korrupsion duke ulur në nivelin e 50.000 lekëve limitin. Që e bllokoi njërën prokurori, e la prokurorin tjetër pa punë dhe pastaj kur vini flisni këtu gjithë tjerat janë fjalë në erë, janë fjalë në ajër, se politikani shihet nga aktet, jo nga fjalët. Shqipëria gjendet në vitin e 13 të qeverisë socialiste dhe për dite më shumë e ndjen peshën e një keqeverisje që fshihet pas zgjedhjeve që në thelb nuk janë të ndershme. Dhe për deklaruar këtë, jo vetëm që mjafton të lexosh raportin e Odirit, po sikur edhe dëshmitë e shumicës qytetarëve shqiptar që dëshmojnë për një qeveri që çdo ditë më shumë e ka trashur zullumin, korrupsionin, abuzimin, pandershmërinë në kurriz qytetarëve shqiptar për t'i hapur rrugën një krize të vërtetë. Një krizë që nuk është vetëm e demokracisë, po është dhe ekonomike dhe sociale. Thelbi i kësaj krize mbetet te një sistem i kapur dhe korrupt që godet për ditë xhepat e qytetarëve shqiptar dhe çdo 2 vite mundësinë e tyre për të zgjedhur përmes votës lirë. Ky sistem është produkt i asaj krize dhe stato quo-je që duan që t'i mbajnë shqiptarët, duke i premtuar Evropën e duke ndërtuar një Shqipëri që boshatiset për ditë. Pasi themelet e këtij vendi janë prekur nga korrupsioni, nga mungesa e demokracisë, nga pastrimi i parave, nga mungesa e meritokracisë. Dhe fakti që ne kemi një palë zgjedhje të pranuara jo nga opozita, po nga raporti i Odirit, si zgjedhje që nuk i mbushën standardet dhe zgjedhje të cilat nuk ishin të lira dhe të ndershme, unë besoj që ky fakt është shumë shqetësues. Pasi kur sheh në raportin e Odirit mënyrën se si Shqipëria është kthyer fatkeqësisht në një parti shtet, ku çdo institucion i shtetit është në një zgjatim të qeverisjes, sigurisht që ngre pikpyetje të mëdha. Çdo mekanizëm financiar i qeverisë shqiptare është kthyer në një dorë që futet në xhepin e qytetarëve shqiptar. Ndershmëria e sistemit të pandershëm zgjedhor sigurisht që nuk është arsyeja vetme, por ajo ka prodhuar dhe një sistem të pandershëm ekonomik, një ekonomi të kapur në pakduar, një sistem që ka zhvlerësuar euron në mënyrë të palogjikshme, ndërkohë që krimi organizuar vazhdon që ta zhvlerësojë euron duke fuqizuar gjithmonë më shumë lekun në mënyrë të palogjikshme. Jo më kot e pyeta dhe prokurorin e përgjithshëm lidhe me deklaratat e tij për pastrimin e parave. Në deklaratën e tij në maj të 2020-s ne kemi parë dhe lexuar historitë pastrimit parave që ndodhin kudo, çdo ditë në ndërtim, në Tiranë, në çdo qytet tjetër. Kemi parë fshehje pasurie, kemi parë një rrjet kriminal korruptiv, i cili fatkeqësisht sot është kthyer në një industri tërë që është industria e ndërtimit. Rasti kompanisë 5D që kishte përfituar miliona euro nga Bashkia Tiranë, ndërkohë që pronarët e tij të vërtet ishin ponë Bashkinë Tiranë, ato përfitonin status e investitor strategjik, ato ndërtonin hotele me 5 yje. Nuk është rasti vetëm në administratën publike shqiptare. Është kthyer në një sistem, është sistemi i pandershëm, sistemi i padrejtë dhe abuziv, që është shkaku dhe arsyeja kryesore pse një shqiptar i thjesht, i cili punon me 2 punë, nuk ka mundësi që t'ja dali sot, e nuk ja del sot. Se një shqiptar që punon si buxhetori duhet mbi 19 vite të mos bëj absolutisht asgjë tjetër, vetëm të mbledh para për të blerë një apartament. Se kostot e jetesës një qytetar janë 80.000 lekë, ndërkohë që ai shpenzon 40 deri në 50% të ardhurat e tij për shportën e ushqimeve.
Kjo pandershmëri, ky korruptim, ka sjellë dhe zbrazjen e vendit, ka sjellë dhe varfërinë e Shqipërisë, ka sjellë sot fatkeqësisht një sistem të kapur në politikë, në ekonomi e jo vetëm. Ky e ka shkatruar Shqipërinë, ky sistem që ka sjellë varfërinë, padrejtësinë, pandershmërinë, dhe arsyeja e ekzistencës së këtij sistemi është pikërisht kjo shumicë. Është qeveria, po njëkohësisht me gjithë tentakulat e saj, kudo, në pushtet lokal, në drejtësi, në gjykata, kudo ku ka mundësi që të kapin pushtet, që t'i sulmojnë sa herë që drejtësia shkon te to, e t'i lavdrojnë sa herë që drejtësia largohet prej tyre, e shkon te kundërshtari, që sa herë është dashur të zgjedh mes qytetarëve dhe pakicës, ka zgjedhur gjithmonë pakicën. Asnjëherë, në asnjë vendim nuk kanë menduar për shumicën. Ky është shkaku i vërtet i krizës, qeveria. Është shkaku i pamundësisë, qoftë për të blerë një apartament, qoftë për të luftuar për një ekonomi të shëndetshme, qoftë edhe për të pasur mundësi në biznes, sepse sot fatkeqësisht si biznesi, si ekonomia janë të kapura. Prandaj dhe zgjedhjet, unë nuk besoj që kanë qenë fare synimi kësaj qeverie. Kjo qeverie kupton që një palë zgjedhje me rregullat barabarta mund të prodhonte një realitet tjetër. Ne sot jetojmë në një moçal politik që ka ideatore krijues pikërisht majorancën, shumicën absolute që sot edhe në parlament nuk po lejon që të ndodhë debati, të ketë debat. Ky është realiteti rrem, sepse sigurisht që nuk është gjithë Shqipëria ashtu siç ndodh në këtë sallë. Ju mendoni se shqiptarët janë aq paditur sa të kuptojnë që ekonomia është e kapur, që politika është e kapur, që sistemi sot fatkeqësisht mbështet e promovon të korruptuarit? Nuk është detyrë e lehtë, po besoj që është një sfidë e jashtëzakonshme për Partinë Demokratike edhe për opozitën. Ta ndryshoj këtë sistem, ta luftoj këtë sistem e çdo ditë të punoj vetëm me një qëllim, të punoj për shumicën, jo për pakicën, siç ka ndodhur në këto 12 vite. Faleminderit.